Ky është akti normativ me të cilin qeveria miratoi uljen e akcizës për naftën dhe benzinën, si mas lehtësuese për rritjen e çmimit të karburanteve. Ajo që vjet re në dokument është se përveç çmimit tavan, kur hyn në fuqi ulja me 20% të akcizës, niveli i saj për benzinën dhe gazolinin raportohet si një taks me 5 shifra pas presjes vjetore, pra 31.50098 lek për litër. Nëse kjo ulje do të aplikohet e ndikuar edhe nga çmimi në bursa, çmimi i ri i naftës do të jetë rreth 225 deri në 226 lek për litër, nga 218 lek që është aktualisht. Pra një rritje me një 8 lekësh për litër dhe pse qeveria e prezanton si ulje të taksës dhe lehtësim për xhepat e qytetarëve. Ky akt normativ do të jetë në fuqi deri në stabilizimin e plot të situatës së krijuar ndërkombëtarisht. Ne jemi të angazhuar për t'ju përgjigjur me përgjegjshmëri çdo sfide, duke mbrojtur qytetarët shqiptar nga efektet financiare të prodhuara si rezultat i konfliktit me Iranin, por edhe të mbrojmë buxhetin e shtetit dhe ekonominë e vendit tonë, sidomos në këtë moment kritik që po përballet bota. Malaj thot më tej se ulja e kushtëzuar e akcizës është një premtim i kryeministrit Rama për të amortizuar efektet e rritjes së çmimit të karburanteve. Kujtojmë që vetë importuesit e karburanteve i kanë kërkuar qeverisë ta heqë plotësisht akcizën për një periudhë të pacaktuar deri në tejkalimin e situatës.